teleshikues, jemi rikthyer në emisionin Dritëhije në javën e 9. Mirë se erdhët. Kjo e martë përkon me një ngjarje të shënuar, pikërisht 27 janari, dita e kujtimit të Holokaustit. OKB-ja në vitin 2005 e ka konsideruar atë ditë e kujtimeve, në vitin 2006 për kujtimi i të rënëve të Holokaustit. Regjimi nazist, ashtu si që është bërë i njohur nga dëshmitë atyre që mbetën gjallë dhe nga kërkimet shkencore në të gjithë botën, ka bërë një represion të papar për popullsinë hebrej, pasi ishin rreth 6 milion që ju nënshtruan torturave, vujtjeve, monstruoze, kampeve të përqendrimit. Por ajo që vjen të vlerësosh është sepse shqiptarët, populli ynë, për hir të traditës, të besës, të mirëpritjes, priti dhe mbajti në shtëpitë e tyre popullsinë nga hebrejt, duke rrezikuar dhe jetën e tyre. Pikërisht, kjo është vlera e shqiptarit që më vonë do ta pësonte nga një regjim tjetër mizor, regjim komunist, që u përhap në gjithë vendet e lindjes, e më gjerë dhe vuajtën nën efektin e të njëjtës torturë, kampeve të përqendrimit, mira njerëz në gjithë botën, pra 108 milion në të gjithë botën vuajtën nga një regjim i ngjashëm. Sonte në studio të emisionit Dritëhije janë dy njerëz krejt interesant. Ata shqiptar pra që kanë vuajtur në kampin e Auschwitz. Pikërisht është Beqir Xhepa, që vuajti në kampet naziste dhe më pas do të vunte dhe nga regjimi komunist. Po ashtu, në studion tonë është Abdullah Krutani, që ka vuajtur në kampet e nazizmit në vitin 43-45. Pra një histori e dhimbshme në të dy kohë, gati të përkohshme, pikërisht pas nazizmit instalohet komunizmi në Shqipëri, që solli mira viteve burg. Përpara se ne të vazhdojmë dialogun me këta njerëz që kanë vuajtur në të dy kampet e internimit, qoftë ato nazist e komunist, le të ndjekim ne një insert nga kampi i Tepelenës. Lugina e madhe që duket sa po të lësh pas fshatin i Liras, nxjerr në plan të parë luginën e Vjosës dhe vargmalin për rreth, ku në qendër ze duket Tepelena, një nga qendrat e mëdha të qytetërimit dhe të qendrës shqiptare. Por rrugëtimi ynë ka si objeksion atë pjesë të errët të regjimit diktatorial, kampet e internimit të ndërtuar në këtë trev nga regjimi komunist. Me të mbritur në hyrje të qytetit të Tepelenës përballesh me Kalan dhe në të djathtë, del në pa ngrehina e kampit të përndjekurve politik. Pamja nga lartë duket si një planimetri, pasi gazermave u karen qatia dhe grehinat shprehin qartë se ky vend ka shënuar vojtjet pafundme për të internuarit.
Jemi në qytetin e Tepelenës në kampin e ishtë burgosëve politik, një kamp mizor i ndërtuar nga regjimi komunist. Në të vërtet, historia e këtij kampi fillon me godinat e ndërtuar nga Italia fashiste, poshtohesit. Por në vitin 45, regjimi komunist e përdori këtë për të internuar të përndjekurit politik nga e gjithë Shqipëria. Fakti rënqethës është sepse në këtë kamp kanë ardhur qindra fëmijë nga e gjithë Shqipëria në moshën nga 0 deri në moshën 17 vjeç. Madje edhe nëna e fëmijë kanë lindur këto. Pikërisht në këtë vend jemi mbi varret e të burgosurve, që më vonë do t'i komentoj. Bashkë me ne janë 2 isht të burgosur politik. Si e mbani mend të kampin? Ky kamp ka qenë një kamp do me izolimi për gjithë Shqipërinë, sidomos për veriun, më shumë. Si e ke emrin ti? Feta Bariam Hamati. Kam qenë në këtë kamp 6 vjeç. Më pas në kalmana ka qenë në kamp Tiranës. Por këtu di një gjë që janë gjallë edhe sot, policët, një polic që është në Zhabokik, i tillë që i merin, i torturonin edhe i qonin për dru zjarin në benç, në plajin, luginën lartë, i binin të ngarkuara me dru. Këtu ku po flasë unë, ka qenë një shtyllë e drunjë telefonike, edhe në një moment e kanë lidhur atë gruan në averiu, në diell, në piskun e vapë se pështynin mizat. Ne lindëm për ju dhe rritemi së bashku. Ne kujdesemi për ju dhe me dijen së bashku sfidojmë të ardhmen. Ndaj dhe fëmijët tuaj besojnë tek ne. Universiteti Kristal kristalizo të ardhmen. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarit tanë pas atyre pamjeve të kampit të mërshëm të Tepelenës, që kanë vijuar të jenë jo vetëm ai që pam nga pamjet, por dhe burgu i Bençes e Mëgjetë. Por le të vazhdojmë bisedën me të ftuarit. Zoti Xhepa, për teleshikuesit e televizionit tonë, do t'ishte interesante të dinim, pasi e përmendëm dhe më parë që e marta e sot me përkon me ditën e përkujtimit të holokaustit. Jeta juaj pas kësaj dite të shënuar. Ç'u lidh me këtë ditë? Po, ne na përfshiu vala që fëmi e luftës, unë kom shku rreth 15-16 vjeç. Si fillon historia juaj? Shtëpia ime ka qenë një në shtëpitë e para këtu që i hapi dyert luftës antifashiste. Që me 6 prill 39, u stërhu që më stafa i plagosën shtëpi, për dion. Neve na kishte çu baba për të ruajt nga bombardimet se do bombardohet Tirana nga italianë, na kishte çu në pyllat Prithit, që e thonë kodra Prithit, na kishte çu. Të nesëm kur erdhën gjetën që marrën në shtëpi, ishte i plagosur këtë dhe baba kishte marrë dajën e vet Qazim Sejdinin, që e mjekoje këtë ishte mjek ushtarak, kolonel. Aty në 1-2 muaj, derisa doli amnistia për të në shtëpi. Ne ishim të lidhur ngushtë me familjen e stafës, se baba jam edhe xha im ka kryer në shërbimin ushtarak në familjen e tyre si ordinanci të atit Qemal Stafës, kohën në vitin 22-23. Pastaj, që u bë amnistia Qemali iku për studimin në Itali. Kur filloi lufta në 41, domethënë që Gjermania era Polonisë, ai në periudhë studimit edhe prapë u strehuat të kene. Dhe aty ka pas bazën gjatë gjithë kohës luftës deri 2 ditë, ashtu 4-5 ditë para se vritesh. Pra 3 ditë para se të vritesh, iku prej shtëpisë tonë, iku prej shtëpisë tuaj në një shtëpi nga rruga Alidemi, ku dhe
Më në fund, më në vesh që u vra. Po më pas në ç'dodhi me zotin Beqir Gjepa? Më pas, unë u lidha me luftën, ishe lidhë dhe me dyqanin Flora, ku punoshin këto. Pra, kishe një jetë aktive atëhere në ilegalitet? Ishe në 14-15 vjeç, si korrierë, si ashtu, dhe më thënë, si ndërlirë, s'kodim, që është në leshe edhe mësimet ka në shkollë dhe shkojshë punoshe. Pastaj në vitin 23, deshtën të më arrestojnë. Kush? Fashistët. Unë hika mujta me hik, edhe dolëm shkum në brigadë 3. Dhe para se shkojshim... Sa vjeqit ishit në atë kohë? Në atë kohë unë ishe rreth 15 vjeç. Bes, baba para se shkojshim, më tha një njoftim, sa të herë do fillot operacioni Dimnit. Këtë njoftim ja kishte qullë Qazim Ulleti babës, që të njoftohet Pezës, se kishe miqësi me shoqëria dhe me Slymë Pezën. Njoftohet Pezës se kaq forcat do sulmojnë Pezën. Unë shkova, do më thonë, unë nisa mas dite, kishë dalë prej shkollë mas dite, unë nisa nga Kodra dhe Saukut, shkova darash në poshtë në Zhëmë dhe shkova në Arban, ku ishte shtabi. Aty takova, më tha baba, këtë jetë do jafsh, o shoqëri Pezës, se shoqëri ju kishte shkollë, o Mustafa Gjinishit, ose Spiro Mojsiut, as kuj tjetër. Shkova aty, me rrita natën dhënë, në ora 10 natës, edhe më dole Mustafa Gjinishi për para, tha. Qëka, tha, shushu. Të nesme deshe të kthehem. Të vazhdoj shkollën. Më thonë, jo, s'ke ku shkon se është rrethu. Në atë kohë filloi lufta e Albanës, ka qenë tetor të vitit 43. S'ke ku shkon. Edhe me ta efektiv i brigadës 3. Më dhëmë filloi operacionin Dimnit, edhe ditën e dytë operacionit plagosëm, me marrin Gjermant dhe me çojnë në spitalin ushtarak të Elbasanit. Mjekova aty. Pra ne vinë marrin, vjen Gestapo me merr dhe me çon për në zemën të Jugosllavisë, kampin e Zemunit. Sa vjet keni netur në kamp? Në kamp kemi 1-2 vjetë. Jo në atë kamp kemi nejtë një 6-7 muaj, se me 16 prill të vitit 24, po, me 17 prill ka qenë, u bombardu kampi nga anglesët. Se Zemuni lidhesh me Beogradin nëpërmjet një ure, ishte një ure me kampin. Edhe anglesët edhe të bombardojnë urën, bomët e parë ranë në kamp. Ranë në kamp metën një 400 të vrarë dhe të plagosurët. Në këto të vrarë meti dhe doktor Pavlo Doko, që ishe shqiptarët. A i ishte bote shërbim mjekësor në kamp, se ishin rreth një 4-5 të burgosëm në kamp. Sa shqiptar kishte në... Në shqiptar, aty kanal shqiptar, kanal në rreth 8 grupe. Ishte një grup nga Tirana, një grup nga Kavaj, një grup nga Durrësi, një grup nga Elbasani dhe 4 grupe nga Vlora. E gjithsejt ishim rreth një 420 shqiptar. Pas shkatërimit kampit në Jugosllavi, ku ju çoan? Na çuan në burgun e Banicës, për provizorisht. Aty ne deri në gusht të 2, kështu ka qenë gusht të 20. Edhe ky Branica në Jugosllavi, a? Aty periferi Beogradit. Na çuan aty dhe ne jemi të 1-2 muaj, pastaj na morën, na çuan për në Mauthausen. Në Auschwitz? Në Mauthausen. Sa shkojnë në Mauthausen, na zhveshën, pastaj dëshin të çoshin një grup të që i futsh për në Auschwitz për të ishin një 20 vetë, fusin dhe mua aty. Ku shkojnë në Auschwitz, shkojnë sekratit, qa jeti nga je ku je, jam shqiptar, qa je, musliman. Si musliman të figurave. Edhe u detyrojnë që të më kthejnë prapë mrapsh, mas të bënë sqarimit. Mas sa kohësh? Mas 2 muajsh. Mas 2 muajsh, a?
Për 2 muaj ju keni jetuar në Auschwitz dhe hebrejnë. Pa. Para se të shkojmë te torturat, se si trajtoheshin hebrejnë, le të kalojmë te i ftuari ju në nderuar. Shiko, torturat nuk kanë qenë më pak as për hebrejt, as për ne. Torturat ishte të njëjta, nuk ka asnjë dallim. Të njëjtën racion kishim, të njëjtën fjetje kishim, të njëjtën, domethënë, gjithë njësoj i kishim. Qëllimi ishte se kishim shenjat përkatëse. Ne për shembull kishim shqiptar Alban. Për këta hebrejt ishte jude. Se gjermanisht judi thëshin, më tepër. Inicialet i kishim domethënë. Zoti Abdullah, doja për shikuesit tanë të nderuar, doja të di fillesën e lëvizjes tuaj drejt këtij kampi, pra kampi të Auschwitzit. Që internum. Është rasti rrallë që një shqiptar i futur në një konflikt tillë nazist, pra i futur në kampet e përqendrimit nazist. Si filloi historia? Nisëm ka fillimi para të hyjë Italia fashiste. Në atë kohë morë zjarr gjithë populli shqiptar për luftë kundër fashizmit. Edhe që ditë e para që u formuan demonstratat për luftë kundër fashizmit, ka marrë pjesë. Që në themelimi ku kemi shku ka patatizohu me kërku armë. Kam qenë ditë atë, kur në turma u shkëputën gati një 100 sa vetë, edhe shunë ditë palatit me hymena. Ju shi i vogël, me thonë, ma të kohë kam qenë dhe të 1926, 13 vjeç kam qenë. 13 vjeç kam qenë. Edhe kujton shumë personat që shkon me kërku armë. Si Ferit Gjajku, në Shalkinin ju ka qenë hera populli, e shumë vetë tjera, që ishin Tiranë, që i njifsha, di ishin i vogël, kujtohen. Kur ju arrestuan që shkuat në kamp? Gjatë luftës, si kaloi periudha që hyn Italia, u formuam në të grupet e rinis punëtore. Domthon për luftë kundër fashizmit ka marrë pjesë. Grupet e rinis komuniste, si thëshin. Antifashiste, komuniste ata ishin. Edhe në tetor 23 u hodhën në rreshtet e luftës nacionale shqiptare, në brigadën e tretë. Me fillimin e operacionit Dimrit, 6 nëntorit, i 1943, brigada vun lëvizje, edhe gjatë një udhëtimi që bëhem gati një natë në gjysmë 2, në mjes pak dhëni, ram përpjekje me ushtrinë gjermane. Dhe trastarët e vendit. Aty u kapa rëp. U zonë rëp nga gjermanët? Pa. Edhe të qunë burg të ri Tiranës. Burg të ri Tiranës kam shku në 20 tetor, 20 nëntor 1923. Ku u bashkova me grupin e Durrësit, Kavajt dhe Shijakut. Në atë kohë bon 7 rrëthime, këpta? U bom gati një 300 vetë. Edhe në qunë burgun e ri Tiranës. Sa ku ndejtet në burgun e Tiranës? Kam ndejt deri në fund të thush dhjetorët e 1943. Ato po seleksionim, burgun e ri Tiranës. Ku në mënet gjithë ishin heroj popullit Kozmanushi, Telat Noga, Enver Velja, shumë dhe tjerë dhe ma që Pas seleksionimit, që ndodhi me ju? Una? Pas seleksionimit të këtyre, që ndodhi me ju? Ku ju qoan? Ne që ju seleksionëm për të hik, jashtë atë dhe, në damë dhe që. Kësë një pjesë tjetër, i diru, unë i lashë të të, se ba nuk e di. Po mos të saj që me nejo janë liru. Po, zoti Beqir, që mund të shtoje se... Ja, këta i prunë në Zemun, pastaj gjithë grupin që ishin këto të Tiranës i prunë, ishin isha atje, kështë shku para tyre. Ne me një së I prite. I prite, edhe... Aty u bashkuan bashkë në emërte dhe nuk kemi ndamë me prej ashtë 2 mujtë që kam qenë në Auschwitz. Pastaj, kur jam këthy, imi taku bashkë prapë. Unë presë hapin tem,
jam nisë me 28 dator i 1943 për udhëtim jashtë dhëut. Kemi shku Tiranë, Elbasan, kalum... Struk e shva. E dije se ku do të shkoje? Apo s'kishe... Sa thonë që vetëm se herë dhe vëjserit Gjerman edhe në bon përgatit i plaçkat, edhe në edhim gati shmeri. Edhe durim nga burgu ri i Tiranës, në Dera, me autokollan. E kemi dhëtu në Tiranë, Elbasan, kemi fleti në në Elbasan. Unë nejtëm herit, ne të hypë makinet, Gjerman fillun të na godit me dajak. Në mashpi, ne hypëshim më në për makina, bjerë mësë, nuk vete atë biri kokës, atë biri kënej, atë bia nej. Unë nisëm shumë në stacion e trenit, në Bitol, të Macedonisë. Manastir. Ato kemi në ti natë, kemi flet djetatën, borë ishe i metër gjithë e thellë, edhe me çadra. Mjesë pësaj u nisëm me në hypën prapë në tren, se ku që shkëshim zishim gjo. Edhe, si mësum fare mas 4 ditë udhëtimi, pa ujë, pa puke, pa gjo hiq, vetëm se në majtë e marali më tepër, si rini që ishim atëhere, duke kënu në kongë revolucionare, sosëm në zëmund të Jugosllavisë. Aty kom pa atë emrin Beograd, thojte. Të bela etiketa që i veshin e për rruga. Aty e kuptum se ishim Beograd. Se u s'ishe dalë e jeshtë atë edhe. Për atë u nisëm po më rrugë gati 200-300 metra, edhe shkum ke kampi, që dhe kampi zëdimit. Kampe Delemart ishe shku dhe ja. Kampi vdekjes. Aty ishe një oficer Gjerman, sulë që më kujtohet, ishe SS Gjerman. Edhe hymë mërëm kam mërëna, aty ishe një dhonë seleksionimi qo për një heri gjithë sa kjo, me madhe. Ne ishëm gati një 50 vetë. Erë të tha, ky sulë që ti, për këthime, këpta. Kush ka dëhanë, ti qisi këtu. Kush ka pa qëtë dëhanë, ti qisi këtu, edhe vërdiqe që keni marë, ti veri gjithë reshtë, këpta. Edhe filloj seleksionimi. A gjete shqiptar tjerë në kamp? Vashte ka, ma vëndë të spegëju, dhe dalë të këthune ju. Edhe, mas e selenu, filloj seleksionimet të, hapi një Gjerman, hapi SS, hapi një valiqe, dëruni, dërrase. E hapi, edhe gjetë një 10-15 kaush dëhani, si që ka qenë për pare, dëhan Me drejnë. 87 paqeta gjerë. Tha, ku të jo kjo? Veç këtu një SS shtufi në Shqiaku, këto të sëtë. Të mije, tha janë. Dhe ma që më në lëshë që, hajtë këto, tha. Pse i ke marrë, tha këta? I ka marrë dhe se më pi dahën shumë, tha, dhe më duhet me të pi. Bam, mas shumë fjarët që shkëmbën atë, se kjo nuk u binte. Unë, tha, nuk kom parë për të këtida. Unë kom marrë se e pi dahën, tha. Nuk më thri pa pi dahën. Edhe realiteti shu ishte, si që dhe Hyseni. E fillun në rafën Hyseni shketë, ma bëm, atë për të ishë s'kene parë. Edhe, mos e në ka dhallun gjithë, ne s'kishe gjo për asatë, vetëm kishe të pare, i pa dhe thotë, këtë qërapët kështë. Edhe ne ka dhallun në trupin, së më gjithë në gjahë. Për atë, pasaj në futën në kampin e Vdoko 5 ishte, Vdoko madhë. Sa hymë atë në madhë dhëmë në madhë që ishe kapinanët, si, të së pëzëm, si është kjo ekspozita këneze që ka ishë, ekspozita këneze ishe bëme, të manë, a struktur ishte. Shqipëria sot. Pa, ata ishin bë për parë, ishin bë për, si e kuptëm në, që në thamë, ishin bë për ekspozitë shu trektiret, si thonet, aparirët trektarë. Ishin bë. Kusë i gjamatë kështë këthim kam për qëndërimi. Kaptohemi derit? Qarë, si që ka ndodhur me shumë në regimin? E kështë kam për qëndërimi. Në hyre që hymë në fillim,
Sa konetët në Jugoslavi ju? Ja të shqytë të shpegeur, si të kumë me shokët. Ishim gati të reshtu kretë, atë në resht, ishim 50 të sa vetë të reshtu në resht. Inkuartoi tha një për një, dhe të vreshe shokën nga qafa, që të meshe drejtimin e ti. Edhe, ma atë përstësët, ishte ky gjelati Bane, që i thëshin. Erdhe dha, ata, si e thonë, mësimet e para, dhe ma si Uzimet e para. uzimet e para. Ishte edhe për këtësë shqiptarët, tha, ju dhe jeni shqiptarë, tha. Kush është musliman, tha, ne e dorë. Kush është kristen? Ne e dorë. Më këtohë se sëtë, të gjithë ne, kush është musliman? Dorën. Ai që është kristen? Ne ishin dorën, po të manu dëllë ishi kristen. Tha, musliman, thot, hanë 25 daja, goditme. Kusë të krishterët, të haqë ma pak. Ky ishte karat, po ishte tamam kriminal. Bane i thëshin. Plus ishin edhe tjerë që ishin si brigadierë, tjerë ishin në kamët, ishin me dajakun dorë. Dytë meshët ka qenë Bane dhe Milaradi. Po. Edhe në qiri një karrika atë, që për të një, ka një karrika të mratsh, dhe ishin dorë ka karrika edhe ka 25 goditme. Kurse në atë kohë, ishte një dorsak. Merë me gjiri. Tu bo bisedime me ne kështu, si thot të rrithmin e këto, që bonë që rrithmin e këto. Si me ne malësi, këpta. Në atë kohë, shkëpotet ka zbanush, më këto se Harry Poplit, i tha, Shqiptari se durën dajakun? Erdhë ka zmaj edhe urdetu gjithat e tha, qërë vice done, tha, nuk ka diskutim, tha këtu. Ne e tha, ashtu si thonë të bëjmë, tha, ne du të parkit vetë, tha, këtë dajako. Se deri sa kemi marrë këtu, tha, ne kemi marrë parasysh dhe gjotha. Edhe se kur desim të, tha, desim ta. Vetëm lëmë në rema dhejëm tonë. Ju morët nga Gjermanët si komunist, apo si... Ishëm partizan, unë ishe partizan. Asnjësisht Si ishe komunist atë herë. Rini komunist e pa. Po në Auschwitz, kur shkuat, e mba me ndatën? Mauthausen, nuk kam qenë. Nuk ke qenë. Ja, në lo. Le të kthehemi te zoti Beqir Xhepa. Ç'mban men nga Auschwitz? A mund të tregosh për teleshikuesin ç'kan vuajtur hebrejt në këto kampe? Ishin të ndanë veç, edhe neve në kur shkum, ndanë me 20 qifut që shkum nga Matozene, në ndanë veç aty këne. Edhe ishin për likuidim djesë këto që... Ishin për ekzekutim? Vetëm mu që shpëtohë që, do më thonë, u informu më vonë që nuk isha qifut, edhe u detrun të më kthejnë prapë në Matozen. Ato të 39 tjerët u ekzekutun. Ti ka rastisur që është tortura? Torturët i kemi heqit në, ja, atë që tha ky. Çfarë lloj torturash përdorin nazistët? Sa shkova në Zemun, ndoli Pavlo Doko për para, nga jem të mu se ishe më i vogli nga të gjithë që shku ne. Thash nga Tirana, i kujti jeti, dhe cilë i kemi, filan, që ke dem gjepën, në gjaj. Që në gjaj një të shme namë. Shiko, kur të pysin, që e musliman apo krishter, dilke krishterët. Thash më, po dakord po dalke krishterët, thash po janë këto tjerë, thash do më thonë, hajde më se jek nej musliman, se njëfshin to që i shkova me grupin i shkova. Edhe, ju në shtrova dhe unë drus 25 dajakve, që ishte racion. Ju rikëthyet nga kampi i tmerrshëm i Auschwitzit dhe në Shqipëri, çfarë viti? Nga Auschwitz u ktheva në Matozen, që unë Matozen nga Auschwitz. Edhe sa në